الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Për gjërave më të mira dhe më të vlefshme me të cilat ne mund të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala është edhe dija, kërkimi i dijes fetare, sepse tauhidi Allahu subhanahu wa taala nuk njihet ndryshe veç se nëpërmjet dijes së saktë. Dhe sa herë që njeriu e shton dijen e tij, padyshim që do të shtohet edhe imani, do të shtohet edhe përmirësimi. Për këtë arsye, dija është rruga e vetme e saktë, e vlefshme për ta njohur Allahun subhanahu wa taala dhe për ta njohur fenë e tij. Andaj vërim se si Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, e po ashtu ky urdhër vlen edhe për neve deri në ditën e Kiametit, duke i thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Pastaj kërko falje për mëkatet e tua dhe pashtu për besimtarët dhe besimtarët. Pra Allah po i thot dije o Muhammed sallallahu alaihi wasallam se askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala nuk e meriton adhurimin. Për askën tjetër adhurimi nuk është i saktë dhe i vlefshëm dhe nuk lejohet veç se për Allahun subhanahu wa taala, i cili i ka krijuar krijesat, i cili është sundues dhe posedues i krijesave. E padyshim që e gjitha kjo arrihet kur ne e shtojmë dijen fetare dhe e kërkojmë dijen fetare me ngulm, kur ne kemi dashuri të madhe që t'i shtojmë njohuritë rreth fesë Allahu subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Zoti im, ma shto dijenin. Dietar kanë përmendur se në asnjë ajet Allahu nuk e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta lus atë që t'i shtoj diçka në jetën e kësaj bote përveç dijenis. Andaj thonë se kjo tregon për vlerën e madhe që e ka dija fetare. Po ashtu përcillen nga Sufjan ibn Uyayna, dietari i madh islam, rahimahullah, se është pyetur për vlerën e dijes dhe ai ka thënë: "Alam tasma' qawlahu hina bada'a bih?" Thot, a nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut se si fillimisht e ka përmendur dijen dhe ka thënë: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Dije se nuk ka të adhuruar tjetër të vërtet përveç Allahut, pastaj kërko falje për mëkatin tënd. Thot, ka urdhëruar me vepër, mirë po pas dijes. Në Sahihun e Bukhariu rahimahullah thot babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Thot temë lidhur me atë se dija duhet i paraprij fjalëve dhe veprave. Pastaj ka përmendur fjalën e Allahut fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka të adhuruar tjetër të vërtet përveç Allahut. Thot Bukhariu, Allahu mëshiroft, fa bada'a bil ilm. Këtu Allahu po fillon me dijen. Wa anna al-ulama hum warathatul anbiya. Pastaj thot dietarët janë trashëguesit e profetëve. Sikur Bukhariu po donte na tërheq vërejtjen se dija fetare është kusht për vlefshmërinë dhe saktësinë e fjalëve tona dhe veprave tona. Andaj fjalët tona, veprat tona peshohen vetëm me dijen që e kemi dhe nuk merren parasysh veç se nëpërmjet dijes që e kemi. Andaj dija u paraprin fjalëve dhe veprave nga që i saktëson jetët tona, cilat janë saktësuese të veprave tona. Andaj Bukhariu e ka përmend këtë në mënyrë që të na tërheq vërejtën dhe të na tregoj se të mos i shkojnë ndekujt ndërmend se kur themi që dija nuk sjell dobi pa punë, që kjo të jetë e tillë që ne po e nënvlerësojmë çështjen e dijes apo të tregohemi të shkujdesur në kërkimin e saj. Po ashtu duhet ditur se tauhidi Allahu subhanahu wa taala ka argumentet e tij të shumta në tërë këtë ekzistencë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, e po ashtu edhe në realitetet tona. Mirë po, kur realizohet përmes dijes dhe kërkimit të dijes. Kur ne mësojmë për fenë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye vrim se dietarët janë njerëzit me tauhidin më të madh dhe me frikën më të madhe ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse ata dinë për Allahun, kanë dijeni për Allahun, për cilësitë e tij, për veprat e tij, atë që nuk e dinë të tjerët. Shkaku i tërë kësaj është dija fikhu që e kanë rreth fesë së Zotit të tyre, dhe se ata vazhdimisht e lexojnë dhe studiojnë librin e Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot: "E fala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." A nuk po ndalen ata të meditojnë për sjatin rreth Kur'anit, apo mos vallë zemrat i kanë të kyçura në drymë. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.